Mbi 450 persona nga qytete të ndryshme nga Maqedonia, Kosova e Lugina e Preshevës u bën bashkë në fshatin Kurit. Tubimi i tyre u bë i mundur nga Unioni i Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili organizon marshin e përvjetoreve në malin e Thatë, në shtegun me gjatësi 12 kilometra nga fshati Kurit, Maja Taul, me lartësi prej 1853 metra. Në këtë aktivitet morën pjesë 22 shoqata bjeshkatare, një numër i konsideruar i bjeshkatarve individual ose në grupe, si dhe dashamir të natyrës. Ata u pritën me kafe, çaj e disa ëmbëlsira. Fari Rexhepi, kryetari i Unionit të Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare të Maqedonisë, tha se ky ishte viti i dytë i këtij organizimi dhe sqaroi se nikoqiri i marshit është shoqata alpiniste Nivishta nga Reka e Epërme. Ne si Union i Shoqatave Bjeshkatare, gjatë këtyre 2 viteve, kemi bërë një sër aktivitetesh me të cilët vlerësojmë dhe jemi të bindur se kemi kontribuar mjaftueshëm në zhvillimin e turizmit malor dhe në promovimin e bukurime natyrore, gjithandej i kemi organizuar këto aktivitete. Përshëndes prezencën e kryetarit të komunës së Gostivarit, Valbon Limani, i cili ka mbështetur financiarisht këtë aktivitet, që nikoqiri këtij organizimi është shoqata alpiniste Nivishta nga Reka e Epërme dhe është aktivitet që organizon Unioni i Shoqatave Bjeshkatare. Nëse diçka mund të themi se kemi arritur që Union brenda këtyre 2 viteve, kemi arritur që t'i nxjismi institucionet shtetërore që t'i ndihmojnë shoqatat bjeshkatare, të cilat kontribuojnë gjithandej nga ato vinë. Duke nisë në të se kemi 13 shoqata, gati se në çdo komunë brenda këtyre 2 viteve kanë arritur shoqata që të thithin mjete financiare nga buxheti i komunave. Shpresojmë këtë vit që Unioni i Shoqatave Bjeshkatare të thith mjete financiare për disa projekte që kemi aplikuar edhe në institucionet qeveritare. Para nisjes të pranishmit i përshëndetje dhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili deklaroi se komuna e Gostivarit edhe në të ardhmen do të vazhdojë të përkrah aktivitetet të cilat ndikojnë në zhvillimin e turizmit malor dhe promovimin e bjeshkatarisë dhe shtigjeve malore. Ju falenderoj për këtë organizim kaq të suksesshëm dhe kaq të mirë. Gjëja që më gëzon shumë se shoh një numër të madh të moshave të ndryshme dhe me këtë kultivim të kulturës së bjeshkatarisë japin një kontribut të jashtëzakonshëm për shoqërinë tonë dhe për shqiptarën në përgjithësi. Komuna e Gostivarit si institucion gjithmonë do të jetë pranë dhe do të mbështesë me aq sa ka mundësi këto organizime dhe besoj se në të ardhmen do të kemi edhe organizime të këtilla më të shpeshta. Lulzim Dalipi, kryetari i Bashkësisë Lokale të fshatit Kurit, uroi që të gjithë pjesëmarrësit të ecin 12 kilometra rrugë malore pa vështirësi e të kënaqen me peizazhet e bukura që ofron natyra në Kurit. Ju falenderojmë të gjithë juve të pranishëm dashamir të natyrës. Shpresojmë sot shtegun që do ta bëjmë në majën e Kuritës, Taul, në lartësinë 1853 metre, t'ja kalojmë sa më bukur dhe t'i shohim peizazhet e bukura edhe natyrën e fshatit Kurit. Marshuesit të ndalesën e parë për të pushuar e bënte vendi i quajtur Bunaret e Xhemës. Aty ata mbushën ujë, nga ku Bashkim Ziberi nga shoqata Korita Thëret beson se marshi i Taulit, përpos që promovon korritën dhe turizmin malor, po bashkon shqiptarët nga të gjitha trevat.
Është emocion i veçantë kur i shef gjithë ta bishkatarë që janë mbledhur nga shumica e trojeve shqiptare, dashamirë të alpinizmit dhe të natyrës, të cilët janë mbledhur këtu në fshatin Korrit, na nderojnë neve si korritas dhe në të njëjtën kohë kalojmë një periudhë kohore gjithë së bashku këtu, njihemi me njëri tjetrin dhe bashkëbisedojmë të gjithë së bashku. Bashkë në organizimin e këtij marshi është edhe shoqata Korritat e Rreth, e cila në pjesën më të madhe mbahet nga mërgjimtarët tanë që janë në gjitha vendet e botës dhe neve këtu si përfaqësues në pjesën e Maqedonisë së Veriut. Kjo do të thotë realisht një promovim i turizmit temi kështu malor, i promovim i fshatit, një njohje e bashkëqytetarëve tanë gjithandej me terenin e fshatit Korrit, por edhe me mikpritjen e fshatit Korrit, edhe me të gjithë ato që neve si korritas na identifikon këtu në këtë zonë, në këtë hapësirë. Durgut Shuni nga shoqata bjeshkatare alpiniste Kaçaniku kishte qenë në marshin e Taulit edhe vitin e kaluar, ndërsa thotë se tokat shqiptare janë të bekuara dhe me bukuri mahnitëse. Sa i përket organizimit deri tash është krejt okej, në rregull. Është pati mirë që për dytën herë unë vjen këtu në majën e Taulit, impresionet janë të jashtëzakonshme, e besoj që edhe sot kemi me pasin impresionet. Krejt këto kjo hapësirë, po më duket që është e okupuar me njerëz e mirë, se vetëm njerëz e mirë takohen mes vete. Toka e shqiptare është e bekume, me që kjo toka hek shumë prej okupatorëve, barbarëve e tjera. Mirë, po besoj që edhe ndërdijat e shqiptarët ka ardhur, është bo top, tash nuk ka kush që na i lëviz. Lëvizja e marshit po shkonte pa pengesa, nga ana tjetër natyra e bukur të rrëmbente me pamjen. Moti me diell, por mbi bjeshkët e Korritës vinte një fllad i lehtë që lehtësonte ecjen e marshuesve. Cicërimat e zogjve akoma e shtonin kënaqësinë. U ndalëm me marshuesit për një pauzë të shkurtër sërish, ndërsa ishte kaluar gati gjysma e rrugës.
Aty folëm me disa nga të pranishmit. Mjeke me profesion, Arbresha Berisha vinte nga Gjilani i Kosovës për të bashkuar marshit të Taulit. Kur vi në Maqedoni, gjithmonë më kujtohet periudha e luftës dhe mikpritja e shqiptarëve të këtushëm, thot ajo. Ndina shumë mirë kur vi me bashkëmbësit tonë në Maqedoni, se ma kujtojnë atë periudhën e para luftës, atë mikpritjen shumë të bukur që kemi pasën në tradit, që ndoshta të na ka fillu ka pak mu harru, po të jo kam vetën ende. Dhe natyra është jashtëmos e mrekullueshme, mikpritja është tepër, nuk kam fjalë. Fshati që kalum, korita ishte shumë i bukur. Boni përshtypje që s'kishte banor, po ju los në të kthejan, sepse ishte infrastruktura që mund njerëzit me jetu, edhe na me ardhë mu knaq të ky vend kaq i bukur. Laura Firza, nga qyteti i Ferizaj të Kosovës, e cila mbi 10 vite merret me bjeshkatari, thot se të jesh pjesë e marshit të Taulit është mrekulli, fal organizimit dhe bukurisë të natyrës që ofron Korita si fshat. Pikërisht në vendin e Koritë dhe në Vishta është organizator, jemi të kënaqur, jemi mrekulluar me organizimin që është bë. Edhe me thonë drejtën, çdo herë që jemi ardhur, jemi dalë të kënaqur dhe jashtëzakonisht na keni prit mirë, i falenderoj për ftesën. Mustafa, kryetari i shoqatës Dashamirët e Natyrës Presheva nga Presheva, thot se këto organizime na mundosojnë ruajtjen e shëndetit, komunikimin dhe njohjen dhe bashkimin e shqiptarëve. Unë i përcjell shumë me andje këto aktivitete sportive malore, se kanë një karakter shumë të mirë, së pari shembull jep shëndet të mirë njerëzve, që duhet të ruhet shëndeti, se nuk blehet, por ruhet. Pastaj është komunikimi në mes të njerëzve. Komunikimi do të thotë është një kapital i shoqërisë civile, ku nëpërmjet komunikimit mund të arrihen të gjitha gjërat, të gjitha e përditshme. Dhe neve na bashkon si do të mos kjo bjeshkatarizmi kohën e fundit ka marrë një hof të madh në popullatën shqiptare dhe i përshëndes përzemërsisht që të vazhdojnë këtë rrugtim të mirë dhe të mbarë. Përpara se marshuesit të niseshin drejt Taulit me lartësi 1853 metra, e cila llogaritet si maja më e lartë në malin e thatë, takuam më të voglin e këtij marshi. Lart Selimi, vendi ku po pushonin, tha se qenë ka shumë i bukur, e bën thirrje sa më shumë të ecim në natyrë nëse duam këmbë të forta. Kom ardhur pi Bukovriçi, këtu te ky vendi, shikon ka shumë i hershëm. Shoqata e mirë, shoqata me bukë, me sende, me... Çfarë do thoshe ti bashkë me shokëve tuaj, pse duhet të vinë, edhe ato të vinë në mal? Duhet vinin në mal se forconi kamët. Gania Lili nga Prishtina, i cili kishte ecur të gjitha majet më të larta malore në Kosovë dhe Shqipëri, ishte po ashtu pjesë e këtij marshi. Eksperiencën e tij, Alili e kishte botuar në një libër. I vetmi shqiptar në trojë shqiptare që i kum shkel gjitha majet në Kosovë dhe Shqipëri. Dhe si rrjedhoj e kësaj, kam përfunduar me një botim të majave më të larta në Kosovë dhe Shqipëri. Kështu që botimi i librit është në shitje dhe është një libër unik që i shërben komunitetit alpin bjeshkatar. Libri, thash unë, i përmban të gjitha majat më të larta në territorin e Kosovës dhe Shqipërisë. Jam fokusuar në këto dy territore, mirë po me thonë drejtë shumica ndoshta e majave e kufizojnë Kosovën dhe Shqipërinë me malin e zi, me Maqedoninë. Kështu që është një përmbledhje pothuajse të gjitha majave më të larta në trevat tona. Avni Mata nga Presheva, i cili me bjeshkatari merret mbi 20 vite, thotë se marshi i Taulit ka një fakt gëzimi, pasi bashkon shumë shqiptar nga treva të ndryshme në një vend. Marshi i sodit ju falenderit shumë për mikpritje. Shumë po më pëlqen edhe ka, do me thonë, alpinist për gjitha trojve. Kjo që është për me na u gëzu, për me na gëzu edhe për të mirën e një të ardhme ma të mirë. Do me thonë që po njohim njerëz shumë ma shumë
edhe po njihemi në mes vete kështu. Bejtullah Nuhiu, njëri nga 3 udhëheqësit e marshit, tha se gjatësia e rrugës që ecet është 12 kilometra, rrugë e cila, siç ai sqaron, duhet 6 orë për ta përshkuar. Si udhëheqës i grupit, bashkë me Xhemën dhe me Samirin, kemi arrit në pikën e maja e pllashit quhet të vendi ku ndodhemi. Jemi diku në mesin e marshutës. Kemi edhe 6-7 km deri në fshat. Ruta është të shku shumë mirë. Na bëhet qefi që ka shumë misafir nga gjithë anët, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Presheva. Shoh edhe shumë fëmijë, jo na gëzon shumë për tepër që mirën me këtë sport. Për shkurt kohë tash do ngjitemi në majën e Taulit. Prej aty na ndan 1 orë deri te vendi ku ishte piknisja e marshutës. Sa orë le të themi gjithë dhe sa është e gjatë rruga? Diku deri 12 km do të jetë komplet marshuta dhe mendoj ta përshkojmë për diku 6 orë. 6 orë diçka. Të gjithë marshuesit që u nisën herët në mëngjes, pas dite u kthyen sërish nga pika që nisën, në afërsi të shkollës fillore të fshatit Korrit. Aty ata i priste ushqimi përgatitur nga kuzhina Daka nga Gostivari. Fasule dhe hallth. Me këto ushqime tradicionale u shërbihen të gjithë të pranishmit. Derisa grupe po vinin e merrnin ushqim. Për çlodhjen e tyre u kujdesën 2 këngëtar nga Gostivari, Fisnik Ristemi dhe Fatbi Lazi.
Të parët që përfunduan ushqimin, ja hodhën valles, ndërsa atyre u bashkangjiton edhe fëmijët nga shoqata për persona me nevoja të veçanta, bashkarisht mundemi. Avzi Selimi, mërgjimtar nga fshati Korrit, njëherit ish kryetari i shoqatës Korrita Thëret, i ndodhur në vendlindje, falenderon organizatorin që zgjedh Korritën për realizimin e këtij marshi. Ai thotë se ky fshat i bëshatisur, fal këtij organizimi, është mbushur me njerëz. Që thëmë drejten, unë sot jam më i lumtur se kurdoherë, sepse takimit e këtij lloji nuk kam takuar kështu në këtë format. Dhe unë njërë pikës pari ju falenderojmë organizatorëve që kanë caktuar pikrisht fshatin tonë për të ndodhë ky aksion kaq i madh, ta quajmë ashtu. Dhe sepse ne ashtu siç thash, ne jemi një fshat tani i pushuar, do thot, nga banorët. Dhe kur një ditë ndodh një takim i këtij lloji në këto përmase të jashtëzakonshme, natyrisht se njeri ndjet i privilegjuar dhe unë nuk mendoj se dikush nuk do kishte pëlqyer, po sidomos mbi gjitha bashkëtarët tanë, nga do që ato jetojnë e punojnë, kur ti marrin këto fotografi e këto incizime, gjithsesi sa ato kanë qenë të emocionuara sepse kanë qenë jashtë, larg, edhe kjo na bën që ndihemi krenar sot për disa momente, kështu ti themi. Bardhul Miftari, kryetari i shoqatës alpiniste Nivishta nga Reka Epërme, shpreh i kënaqur se si ka shkuar organizimi dhe realizimi i marshit. Ai tha se gëzon fakti që ftesës së tyre janë përgjigjur pozitivisht shoqata malore nga Dibra e deri në Kumanov, si dhe nga Kosova e Presheva. Ai shpreh falënderimet e tij edhe për mbështetësit e këtij marshi. Sot ishte viti i dytë i unionit të shoqatave bjeshkatare, ku një koqiri ishte shoqata alpiniste Nivishta. Ne deri mbrëm kishim diku 400 disa persona që na konfirmuam, po kishte më tepër. Mendoj se kalum bukur, mirë, pika kryesore është që u kthytëm këtë shëndoshë mirë.
dhe në gabim ka, për kur ke numër të matën e ato ndodhin. Sot kishim bjeshkatar nga Kosova, nga shumë komuna, nga Presheva, nga Macedonia, fillojnë nga Kumanova deri në Diber, nga gjithë komunat shqiptare kishim bjeshkatar. Në mbyllje të organizimit, Niko Qiri ndau mirënjohje për sponsorët, mesin e tyre për kryetarin e komunës së Gostivarit Valbon Limani dhe kuzhinën Daka. Mirënjohje u ndan edhe për të gjitha 22 shoqatat pjesëmarrëse, këngëtarët si dhe mediat, mesin e tyre dhe televizioni Globi për mbështetje mediale. Mirënjohje pati edhe për të gjithë anëtarët e shoqatës për personat me nevoja të veçanta, bashkarisht mundemi, të cilët nga ana e tyre organizatorit i dhuruan disa piktura të realizuara nga vetë ata.